Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në të jetosh besimin. Kisha kohë në fakt që mendoja të ndaja për ju mbi temën e cila në thelb mungon në shoqërinë shqiptare, tema e shpresës. E pra sot dëshiroj të ndaj për shpresën që nuk zhgënjen. E në qendër të këtij mesazhi nuk ishte se si të mos vendosja të flisja për apostullin Thomajin. Historia e tij është historia e një njeriu që luftoi me dyshimin, me frikën dhe me zhgënjimin, por që përfundoi si një prej dëshmitarëve më të guximshëm të shpresës në Krishtin. Thomaj njihet si dyshuesi nga historia, por në të vërtetë ai do të mbes Thomaj që kërkonte të vërtetën. Kur dishepujt e tjerë i thanë që kishin parë Krishtin e ringjallur dhe ai mungoi në të dielën e parë kur Jezusi u shfaq dishepujve vet pas ishte ngjallur nga vdekja, Thomaj nuk e pranoi lehtë mesazhin e miqve të tij. Çfarë tha Thomaj? Nëse nuk shoh me sytë e mi dhe nëse nuk vendos gishtin në plag, nuk do të besoj. Tani ky nuk ishte një rebelim nga Thomaj, por etje për siguri. Thomaj donte një shpresë reale, jo një iluzion emocional, dhe Jezusi nuk e refuzoi atë. Ai u shfaq dhe i tha: "Thoma, eja këtu, vendose gishtin tënd në plagët e mia dhe mos u bë mos besues, por besues." Në atë çast, shpresa e Thomajit shndrohet në bindje. Çfarë thot ai? Zoti im dhe Perëndia im. Kjo është një nga deklaratat më të mëdha të Ungjillit. Deklarat besimi, dorëzimi, shpresë të gjallë në Perëndin. Ndaj miq, shpresa që nuk zhgënjen, nuk është një shpresë naive, por një shpresë që kalon nëpërmjet dyshimit dhe arrin tek e vërteta. Më lejoni të ndaj shkurtimisht disa të vërteta që duhet t'i mbani mend. E para, shpresa e krishterë është e rrënjosur në një person, jo në një dogmë, por në personin e Jezu Krishtit. Shpresa jo nuk mbështetet në rrethana, por te ky person, te Krishti. Nëse Krishti vërtet është i gjallë, dhe ai është, atëherë shpresa jon ka themel të fortë. Besimi nis atij ku përfundon arsyetimi njerëzor. Këtë do thoshte Kierkegaardi. Thomaj humbi sigurinë njerëzore, por gjeti sigurinë hyjnore. Ai nuk u mbështet më tek ajo që shikonin sytë e tij, por tek ai, tek Krishti që kishte mposhtur vdekjen. Aty vendoseni shpresën tuaj. E vërteta e dytë, shpresa nuk e mohon realitetin, por e ka përcen atë. Thomaj nuk mohoi plagët e kryqit, ai i pa. Shpresa biblike nuk thot dhimbja nuk ekziston, por ajo thot dhimbja nuk e ka fjalën e saj të fundit. Tradita e hershme e kishës na tregon që Thomaj shkoi deri në Indi për të predikuar Ungjillin dhe në fund vdes si një martir. Pra, nga dyshues u bë dëshmitari i palëkundur i Zotit. Kjo është fuqia e shpresës që nuk zhgënjen. Ajo transformon frikën në guxim. E vërteta e tretë. Shpresa ushqen qëndrueshmërinë tonë. Shpresa nuk është emocioni i çastit, por forcë që mban shpirtin në këmbë. Aristoteli do thoshte, shpresa është ëndra e njeriu të zgjuar. Thomaj nuk jetoi më me iluzione, por me bindje. Ai nuk shpresoi në sukses personal, por në mbretërinë e Zotit. Dhe kjo e bëri të qëndrueshëm përballë rrezikut për ndjekjes edhe vdekjes. Agustini do të shkruante, shpresa ka dy bija të bekuara dhe të bukura. Falem. Zemërimin ndaj së keqes dhe guximin për ta ndryshuar të keqen. Thomaj pra i pati të dyja, zemërim ndaj vdekjes dhe guxim për të shpallur jetën. Tema e shpresës sot shtron pyetje të mëdha. A shpresa ime e lidhur me Krishtin apo me rrethanat? Apo e leju dyshimin të më largoj nga Zoti apo të më çojë më afër tek ai, një lloj si Thomaj? Apo jetoj me një shpresë që më bën më të fortë apo më të pasigurt? Ndaj miq, le të mendojmë në familje. Shpresa shihet kur nuk dorëzohemi ndaj lodhjes. Në besim, shpresa shihet kur vazhdojmë të lutemi edhe kur nuk shohim menjëherë rezultate, përgjigjet lutjeve. Në shoqërinë tonë, shpresa shihet kur mbajmë dritë në një botë të errët. Thomaj na mësoi se shpresa e vërtet nuk është mungesa e dyshimit, por fitoria mbi dyshimin. Ai kaloi nga frika në besim, nga pasiguria në adhurim, nga mbyllja në vetvete në guxim. Dhe sot, nëpërmjet këtij personazhi, Perëndia na thot, shpresa në Jezu Krishtin nuk zhgënjen, sepse nuk mbështetet tek ne, por në fuqinë e tij që mundi vdekjen. Ndaj miq,
pavarësisht si ndiheni apo si gjendeni sot. Le të shpresojmë në Zotin dhe le ta vendosim besimin dhe sigurinë tonë tek Ai. Le të lutemi së bashku këtë mëngjes. Atë qellor, një lloj si thomaj, edhe ne shpesh dyshojmë, por nuk duam të largohemi prej Teje. Na jep një shpresë që nuk zhgënjen, një shpresë të rrënjosur në Krishtin e ringjallur, mbushi zemrat tona me guxim për të qëndruar për të vërtetën edhe kur të gjithë tërhiqen. Bekoj burrat dhe gratë, të cilët janë duke ndjekur për ditë me radhë në meditimin e ditës, familjet e tyre dhe njerëzit që kanë pranë, udhëhiqi dhe drejtoi Ti, o Zot, në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky ishte meditimi i kësaj dite. Bekimet e Zotit me gjithë ju, me zi pres t'ju takoj nesër.